Kryeministri Christian Mickoski tha se pa garanci nga Bashkimi Evropian nuk do të ketë ndryshime kushtetuese. Për rezolutën e LSDM-s thotë se do të flas pas zgjedhjeve. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve zyrtarizoi listën zgjedhore. 1.83 milion qytetarë votojnë në zgjedhjet lokale, 112 janë nga diaspora. LSDM dhe VMRO-DPMN akuzon njëra tjetrën se kandidatët e tyre për kryetar dhe këshilltar komunal janë mafios dhe dhunues. Djegje e deponisë në Trubarev, rezultatet e skriningut tregojnë se 10% e banorëve kanë probleme me mushkëritë. Të nderuar shikues, përshëndetje. Kryeministri Christian Mickoski ka reaguar sot në lidhje me rezolutën për linjat e kuqe kombëtare në lidhje me rrugën euroatlantike të propozuar dje nga lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçe. Kryeministri vazhdon të insistojë që fillimisht vendi të merr garanca nga Bashkimi Evropian e më pas të fillojë procesin e ndryshimeve kushtetuese. Ndërkaq, nga LSDM-ja thanë se rezoluta që ata propozuan synon unitetin kombëtar rreth temës eurointegrimeve. Pa garanca të Komisionit Evropian dhe Bashkimit Evropian, Kryeministrit Christian Mickoski as nuk i bie ndërmend të mendojë për ndryshime kushtetuese, të cilat sipas rezolutës së LSDM-s kërkohen të miratohen në shkurt të vitit që vjen. Kur të shohim gatishmëri nga pala tjetër, thekson Mickoski, do të ulen dhe të bisedojnë për këtë çështje, ndërsa për rezolutën u shpreh se do të flasin pas zgjedhjeve. Pozicioni ynë është i qartë. Ne nuk i injorojmë detyrimet që qeveria e kaluar i ka pranuar, për fat të keq, por gjithashtu nuk shohim që fqiu jon lindor po bën diçka në drejtim të kryerjes së detyrave të tyre. Presim veprime më të fuqishme nga KE-ja, BE-ja edhe tek fqiu jon lindor, gjithsesi tek partneri i tyre në kornizat të familjes europiane, sepse e kemi parë në të kaluarën se kur kanë dashur e kanë bërë të mundur. Ne kemi pozicion të qartë, garancion, pa garanca, as në mend nuk më bie të mendoj për çfarë do lloj ndryshime kushtetuese. Ndërkaq nga LSDM shprehen se rezoluta është për unitet, jo për grindje politike. Bëhet fjalë për një projekt rezolut që është për bashkim, jo për ndarje dhe aq më pak për grindje politike. Kjo është një projekt rezolut që është hartuar me një qasje serioze, me ekspert dhe është shumë e saktë. Lideri i LSDM-s Venko Filipçe një ditë më parë prezantoi rezolutën me vijat e kuqe për rrugën europiane të Maqedonisë së Veriut. Ai propozoi që ndryshimet kushtetuese të përfundojnë deri më 10 shkurt 2026 si pengesa e fundit për hapjen e negociatave MBN. Rezoluta përcakton respektim të pakushtëzuar të gjuhës, identitetit, historisë dhe kulturës maqedonase, duke përjashtuar çdo kërkesë të re bilaterale. Në zgjedhjet lokale të 19 tetorit, të drejtë vote kanë 1.83 milion votues, 112.000 prej cilëve janë nga diaspora. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve informoi se në vend janë të përcaktuara 3.480 vend votime, por në 132 prej tyre janë regjistruar më pak se 10 votues, të cilët do të votojnë në vend votimet më të afërta. Komisioni Shtetëror Zgjedhor edhe zyrtarisht e ka shpallur të mbyllur listën zgjedhore për zgjedhjet lokale që pritet të mbahen më 19 tetor të këtij viti, në të cilat qytetarët do të zgjedhin këshilltarët komunal dhe kryetar komunash. Sipas kryetarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në këto zgjedhje lokale të drejtë vote kanë 1.832.415 persona. Numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në listën zgjedhore në RMV për zgjedhjet lokale është 1.832.415 votues, nga këto në regjistrin e posaçëm të KSZ-s. Për persona që janë me angazhime të përkohshme ose qendrim të përkohshëm jashtë vendit, janë regjistruar 112.000 votues, 2.162 janë në vuajtje dënimi ose paraburgim, ndërsa 450 janë nga institucionet e kujdesit për të moshuarit.
KSZ informoi se në vend janë të përcaktuara 3480 vendvotime, por në 132 prej tyre janë regjistruar më pak se 10 votues, të cilët do të votojnë në vendvotimet më të afërta. Komisionet komunale janë të obliguara të njoftojnë votuesit për këto ndryshime. Në mbledhje, gjithashtu bëhet ditur se deri më tani në KSZ janë paraqitur 4 kërkesa për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe atë nga Qendra për Zhvillim, Reforma dhe Trajnime për Sisteme Zgjedhore, Gjeorgji, Ambasada e Republikës së Slovakisë në vend, Komisioni Qendror Zgjedhor i Ukrainës dhe Shoqata Instituti për Hulumtime dhe Analizë Politike, Romalitiko Shkup. Lista zgjedhore ka qenë e hapur rreth një muaj dhe qytetarët kanë mundur të kontrollojnë nëse janë ose jo të regjistruar dhe kanë mundur të bëjnë edhe azhurim të dhënave personale nëse eventualisht tek të dhënat e tyre ka pasur gabime dhe lëshime. Rrethi i parë i zgjedhjeve lokale pritet të mbahet më 19 tetor të këtij viti, ndërkaq 2 javë më pas pritet të zhvillohet edhe rrethi i dytë i të njëjtave në komunat në të cilat kryetari nuk do të mund të zgjidhet në rrethin e parë. Edhe pse fushata zgjedhore ende nuk ka nisur, kandidatët për kryetar komunash për çdo ditë trokasin në dyert e qytetarëve duke premtuar projekte dhe duke kërkuar votën e tyre. Parafushata për zgjedhjet lokale po hynë në një fazë gjithnjë e më intenzive, teksa partitë politike dhe kandidatët e tyre nuk po ndalin takimet me qytetarët, premtimet elektorale dhe prezantimin e programeve të tyre. Çdo ditë rrugët, madje edhe shtëpitë me përkrahës shndrohen në arenë politike, ku secili synon të fitojë besimin e votuesve. Nga qytetet e mëdha deri në komunat më të vogla, dinamika e garës po rritet, ndërsa dita e zgjedhjeve po afrohet me hapa të shpejtë. Që nga fillimi e deri më tani, vëmendja është përqendruar veçanërisht në komunën e Çajirit, një nga zonat më të diskutuara dhe më të ndjeshme në këto zgjedhje lokale. Kandidati i koalicionit të vlen për këtë komunë, Izet Mexhiti, mori pjesë në hapjen e shtabit në Nëndegën Teli në Gazibab, i cili para të pranishmeve deklaroi se fryma e ndryshimit është e pandalshme dhe se qytetarët tashmë kanë dhënë verdiktin e tyre. Rinia ka qenë gjithmonë zëri i rezistencës, dinitetit dhe ndryshimit, ka thënë kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim Bujar Osmani, i cili në kuadër të parafushatës ka takuar disa të rinj. Fushata e zjarrit po zhvillohet edhe në Tetov. Kryetari aktual që synon edhe një mandat, Bilal Kasami nga Vlen, shpërndan fotografi dhe video të makinerive të cilat punojnë në terren, ndërsa kandidati i AKI-s Bajram Rexhepi kërkon votën e qytetarëve der më der, duke realizuar takime të ndryshme. Situata më e relaksuar vërret në Saraj, kandidati i Vlenit Muhamet Elmazi dhe kandidati i AKI-s Blerand Ramadani në vend të akuzave për njëri tjetrin, ata e kanë zëvendësuar me premtime konkrete për qytetarët, ku Elmazi gjatë një takimi me forumin e grave premtoi se komuna e Sarajit do të angazhohet për fuqizimin e grave në të gjitha nivelet, si atë politik, ekonomik, edukativ dhe shëndetësor, duke siguruar barazi gjinore, mundësi zhvillimi dhe mbrojtje nga çdo formë diskriminimi ose dhune. Nga ana tjetër, Blerand Ramadani nga AKI ka vizituar vreshtarët e fshatit Bojan, ku zotua se si menaxhmenti i arshëm i komunës do t'i asistojë vreshtarët e Bojanës me projekte moderne për ujitje me sistem. Ndërkaq, parafushata nuk ka munguar as edhe nga kandidatët e pavarur për komunat përkatëse. Visar Ademi, i cili synon komunën e Gostivarit, gjatë një konferencë për media, ka dalë me plan konkret se si do ta nxjerrë komunën nga borxhi, ndërsa kandidati po ashtu i pavarur për komunën e Strugës, Mendi Qyra, ka vizituar disa biznesmen strugan që jetojnë në Itali. Ndryshe, premtime për zhvillim urban, përmirësimin e infrastrukturës, por edhe avancimi i kulturës po dominojnë në fjalorin e kandidatëve për kryetar komunësh. LSDM dhe VMRO të PMN kanë akuzuar njëra tjetrën se kandidatët për kryetar komunash dhe listat për këshilltar komunal janë të mbushura me njerëz mafios dhe dhunues. Emocionet e atmosferës së fushatës zgjedhore po i bëjnë partitë politike të ashpra në akuza ndërmjet vete. Dy partitë më të mëdha të bllokut Maqedonas, VMRO dhe PMN-ja në pushtet dhe LSDM-ja opozitare në prag të fushatës zgjedhore po vazhdojnë me sulme dhe akuza të ndërsjella politike. Ata akuzojnë njëra tjetrën se listat e kandidatëve për kryetar të komunave apo këshilltarëve i kanë të mbushura me njerëz të dhunshëm, problematik dhe mafios.
Nga LSDM sot kanë akuzuar se kandidati i VMRO-s për kryetar të komunës së Vinicës, Mitko Kostadinovski, është pjesë e mafias spijore. Ata thonë se pikërisht ky kandidat si shefi i policisë spijore në atë zonë është i përfshirë në aksionin në rajonin e Maleshevës, ku për një krim të madh u arrestuan 15 persona, përfshirë drejtor, shefa dhe oficer të policisë spijore, të dyshuar për bashkim kriminal dhe shkatrim pyesh, me dëm mbi 100 milion euro. Dali DPM-ne Mollçi, zato što Si krijuesi këtij grupi kriminal, a janë pikërisht shefat e sektorit për punë të brendshme në Delçev dhe policisë pyjore Mitko dhe Bllashko. A e koordinuan ata të dy lëvizjen e drurëve të prerë në mënyrë ilegale për të përfunduar në një kompani të industrisë së drurit në Delçev. Kostadinovski është shefi i policisë pyjore, duke mbajtur pozicionin më të lartë në organin përgjegjës për mbrojtjen e pyjeve. Sipas LSDM-s, më e frikshme është se Konstadinovski ka edhe një vendim gjyqësor nga viti 2012 për posedim të paligjshëm të armëve dhe municioneve. I menjëhershëm ishte reagimi i VMRO DPM-s, të cilët thonë se përballë faktit se po e humbin komunën, LSDM-ja në Strumic po përhap frikë dhe se listat e tyre të këshilltarëve janë të mbushura me dhunues. Ata theksuan se LSDM në Strumic po udhëheq me dhunues dhe rahas, dosjet e të cilëve janë plot me akuza penale dhe të mbrojtur nga gjyqësori. Zarem taka treba da se odnesuvame. Çfarë shembulli po u japin të rinjeve Christian Eftimov dhe Ilija Stojanov, të cilët rahën brutalisht shtetas të huaj në Strumic? A është kështu si duhet i trajtojmë turistët në këtë vend? Gjithashtu, apo i mbron gjyqësori këta dy individ, sepse ata ende nuk kanë ndërmarrë veprime. Fatkeqësisht, këta të dy nuk janë të parët dhe as të fundit që kanë akuza penale në listën e këshilltarëve të LSDM-s në Strumic. Partitë politike vazhdimisht garojnë në akuza për njëra tjetrën se kush posedon më shumë njerëz jo të përshtatshëm për skenën politike të vendit. Pas akuzave nga ana e kardiologut Sashko Kedev dhe kryeministri Mickoski mbështet pretendimet se spitalet private kanë kryer intervenime të panevojshme kirurgjikale për përfitime financiare. Ai siguroi se çdo kush që ka bërë keqprodhime të tilla në kurriz qytetarëve do të përgjigjet. Edhe kryeministri Christian Mickoski është në anën e kardiologut Sashko Kedev, i cili pati thënë se ka raste që në spitale private janë kryer intervenime të panevojshme me qëllim fitimin. Sipas Mickoskit, nëse një ekspert botëror si Kedevi thot diçka të tillë, sigurisht se ka diçka në prapavi. E di që Ministria ka formuar komisione, ato po punojnë, me se jam informuar në 8 raste, kështu që nuk do t'i lëmë asgjë rastësisë, secili që është pasuruar në kurriz të qytetarëve, posaçërisht në shëndetësinë dhe shëndetin e qytetarëve, do të përgjigjet. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu njoftoi se Komisioni Vendor ka pasur diembledhje dhe ka përfunduar me 8 raste të dyshuara, ndërsa ndërkohë kanë dalë edhe 5 raste të reja, të cilat do të vazhdojnë nga dita e martë, kurse Komisioni i jashtëm ai tha se do të vazhdojë me punë pas zgjedhjeve. Kardiologu Kedev para disa dite u shpreh se qëndron pas asaj që e ka thënë para ca kohe se po bëhen operacione dhe stentime të panevojshme, pas çka ishte formuar komision prej ekspertëve vendor dhe të huaj nga Slovenia, Austria dhe Italia, të cilët duhet të konfirmojnë nëse ka pasur keqpërdorime. Rreth 200 banor të Trubarevës, aty ku ndodhi djegja e deponisë, janë kontrolluar nga mjekët në skriningun 2 ditor të organizuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Klinika e Pulmologjisë. 19 persona ose 10% atyre që janë kontrolluar nga mjekët kishin probleme me mushkëritë. Mjekët paralajmërojnë për përkeqësim të sëmundjeve kronike, ndërsa banorët friksohen nga pasojat e ajrit të ndotur. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Klinikën e Pulmologjisë zhvilloi një skrining 2 ditor të popullsisë në Trubarev me qëllim zbulimin në kohë të simptomave të mundshme të sëmundjeve respiratore pas zjarrit të madh që goditi këtë lagje të Shkupit. Ministria e Shëndetësisë informoi se gjatë 2 ditëve janë kontrolluar rreth 200 pacientë, 19 prej të cilëve kanë pas probleme me mushkëritë. Znači продолжуваме. Vetëm gjatë ditës së djeshme u kontrolluan mbi 100 persona në 2 pikat shëndetësore në Trubarev, nga të cilët 8 u dërguan në Klinikën e Pulmologjisë për shkak të sëmundjeve kronike, për të cilat nuk kishin bërë kontrolle prej kohësh. Në total, gjatë 2 ditëve u kontrolluan mbi 200 pacientë dhe aksioni u pris shumë mirë nga banorët lokal.
Ndërkaq, ditën e parë të skriningut, u kontrolluan 111 qytetar, 11 prej cilëve kishin probleme me mushkërinë. Sipas informatave nga ekipet e klinikës, tek disa pacientë janë vërejtur simptoma si vështirësi në frymëmarrje, kollë e thatë dhe shtrëngim në krahëror, ndërsa tek të tjerët është zbuluar edhe tensioni i lartë. Doktor Saad Zejneli nga klinika pulmologjisë sqaroi se shumica e pacientëve të dërguar kanë pasur sëmundje kronike, të cilat janë përkeqësuar për shkak të ndodhjes. Ai shtoi se një numër i madh banorësh kanë shfaqur simptoma si djegjet hundës, syve dhe fytyt, si dhe shtrëngim më të lehtë në krahëror, të cilat sipas tij zakonisht e kalohen me rekomandime të përgjithshme. Skriningu realizua në 2 pika në lagje, ku ekipet kryen kontrolle klinike, matje të pulsit, saturimit dhe vlerësim të kapacitetit vital. Ministria e Shëndetësisë apeloi që të gjithë zyrtarët, zjarfikës, policë dhe pjesëtarët të mbrojtjes civile që morën pjesë në shuarin e zjarrit, nëse kanë probleme shëndetësore, të paraqiten drejt për drejt në klinikë. Çështja e mbeturinave dhe mirëmbajtjes së pastërtisë së kryeqytetit po shkon drejt kaosit. Qytetarët përballen çdo ditë me pamje të pakëndshme të kontejnerëve të strëmbushur me mbeturina, të cilat jo rrallë herë zënë një pjesë të konsiderueshme edhe të sipërfaqes rreth kontejnerëve. Po në vend të një zgjidhje më të shpejtë në rrugë konstruktive, autoritetet kanë vendosur që çështjen ta çojnë në gjykatë. Përkatësisht, Komuna e Aerodromit dhe qyteti i Shkupit kanë ngritur sot padi kundër higjienës komunale. Përderisa qyteti po ngulfatet nga mbeturinat, institucionet e vendit po ngrisin padi penale kundër ndërmarrjes publike, higjiena komunale Shkup. Komuna e Aerodromit dhe qyteti i Shkupit kanë ngritur padi penale lidhur me punën e ndërmarrjes publike, higjiena komunale. Nga Komuna e Aerodromit njoftuan se kanë ngritur padi kundër kompanisë sepse mbeturinat në komunë nuk janë mbledhur që nga data 15 shtator. Në disa lokacione në komunë, mbeturinat komunale nuk mlidhen nga kontenjeret edhe përreth kontenjereve, gjë që rrezikon mjedisin, përkatësisht mjedisin të cilin lëvizin njerëzit. Për shkak të mbledhjes jo në kohë të mbeturinave shtëpiake, ka rrjedhje të përditshme nga kontenjeret e mbeturinave, të cilat përhapin një erë të pakëndshme dhe hapësira është gjithashtu e shëmtuar. Qyteti i Shkupit ka ngritur padi penale kundër Juliana Spiroskës, kryetare së bordit drejtues së ndërmarrjes publike, higjiena komunale. Në padi thuhet se në periudhën nga viti 2022 e deri më sot, kompania vazhdimisht ka dështuar në kryerjen e veprimtarisë së saj kryesore, që është ruajtja e higjienës në zonën e qytetit. Në prokurim publike në Shkup është ngritur kallëzim penal kundër Juliana Spiroskës nga VMRO DPMN, kryetare bordit drejtues të ndërmarrjes publike higjiena komunale Shkup, për rrezikim të mjedisit jetësor, sepse për shkak të saj dhe pengesave të saj të motivuara politikisht, kompania ka qenë jo funksionale për më shumë se 3 vjet. Kjo nuk është vetëm çështje mbeturinash, kjo është çështje dinjiteti, shëndeti dhe e së ardhmës. Kontenjera të sërngarkuar me mbeturina, rrugë të mbushura me mbeturina, aromje e këndshme dhe pamje e shëmtuar. Kjo ka qenë pasqyra e qytetit të Shkupit javëve të fundit. Qytetarët shpesh janë ankuar se për shkak të interesave politike, qytetarët po ballafaqohen me problematika të cilat janë jetike. Duke filluar nga dita e sotme, këmsorët duhet të kenë shumë kujdes kur kalojnë rrugën, pasi shprehjet e tyre të deritanishme mund të bëhen arsye për të marrë gjop nga policia. Sipas ligjit të ri për sigurinë në trafik, policia nuk do të tolerojë më këmsorët që kalojnë rrugën duke përdorur pajisje të mençura, madje edhe nëse kanë kufje në vesh. Ky ligj përfshin edhe ata të cilët ngasin bicikleta, moped, motocikleta, tricikleta dhe 4-cikleta. Këshilli Republikan për sigurinë në trafikun rrugor njoftoi se prej sot hyn në fuqi ndryshimet e reja në ligjin për sigurinë në trafikun rrugor. Ligji në fjalë parasheh që këmbësorët që kalojnë rrugën dhe flasin në celular, përdorin kufje për të folur në të dy veshët, orë të mençur ose tablet, do të sanksionohen që nga sot. Të njëjtat masa ligjore vlen edhe për shoferët e bicikletave, mopedeve, motocikletave, tricikletave dhe 4-cikletave, të cilët sipas ligjit nuk lejohen të përdorin pajisje elektronike gjatë drejtimit të automjetit.
Zgjidhjet e reja ligjore po prezantohen me qëllim eliminimin e disa zakoneve të këmbësorët dhe drejtuesit e kategorive të caktuara të automjeteve. Ligji i ri përcakton që drejtuesi i një skuteri elektrik gjatë drejtimit të automjetit nuk mund të përdor pajisje elektronike, siç janë kufjet në të dy veshët, telefoni celular, tableti, ora e mençur dhe çdo lloj tjetër pajisjeje elektronike që do të zvoglonte stabilitetin dhe aftësinë për të reaguar dhe për të drejtuar automjetin në mënyrë të sigurt, përveç pajisjeve të specializuara të komunikimit që janë të integruara në helmetat mbrojtëse. Kjo, sipas Këshillit, nënkupton vendosjen e standardeve të reja për sjellje të përgjegjshme në trafik, ku këmbësorët, ciklistët, drejtuesit e skuterëve elektrik dhe pjesëmarrësit e tjerë në trafik të parashikuar nga zgjidhja ligjore janë të detyruar të marrin pjesë në trafik pa përdorur pajisje elektronike që shpërqendrojnë vëmendjen e tyre. Ata theksuan se qëllimi i ndryshimeve të tilla ligjore është të krijojnë kushte për siguri më të madhe, të zvoglojnë rreziqet dhe të mbrojnë jetën e njerëzve. Ndërkaq, Këshilli u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut, sepse siguria në rrugë është një përgjegjësi e përbashkët. Është më tej me lajmet, drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha ka deklaruar para mediave se ditët fundit janë parë dron që dyshon të jenë nga Serbia në territorin e Kosovës. Për këtë çështje ai ka thënë se është njoftuar edhe KFOR-i për shkak të hapësirës ajrore. Në fakt, hapësira ajrore e Kosovës është përgjegjësi e kësaj trupe ndërkombëtare. Gjatë ditëve të fundit kemi pas fluturime të dronëve që ne po dyshojmë që vijnë prej territorit serbisë në pjesën e veriut të Kosovës. Jemi në kontakt me KFOR-in. Policia është duke bërë monitorim dhe shohim se çfarë mund të bëhet, ka deklaruar Hoxha. Për dronët serb në territorin e Kosovës para disa ditëve ka folur edhe ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeçla. Ai ka thënë se shkeljet e hapësirës ajrore të Kosovës nëpërmjet dronëve janë në kuadër të kërcënimeve që Serbia i bën ndaj Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka ndërmarrë një hap tjetër të rëndësishëm në kuadër të politikës së tij të ligjit dhe rendit, duke firmosur një urdhër ekzekutiv që lejon zbatimin e dënimit me vdekje për krime të caktuara. Ndërkaq prokuroria e përgjithshme Pam Bondi njoftoi se Departamenti Amerikan i Drejtësisë do të kërkonte dënimin me vdekje në të gjithë vendin, sipas CNN-it. Ky është dënimi me vdekje për dikë që vret njerëz në Washington. Kjo është e drejtë, nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhë. Njerëz vinë për të parë memorialin e Lincolnit dhe në fund vriten. Nuk ndodh më, nuk do të ndodhë dhe nëse ndodh, është dënimi me vdekje për personin që e bëri, tha ai. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se ai dhe homologu i tij amerikan Donald Trump arritën një mirëkuptim përbashkët se si të arrihet një arpushim në Gaza dhe në fund paqe në gjithë Palestinën. Ne shpjeguam se si të arrihet së pari një arpushim në Gaza dhe në gjithë Palestinën dhe pastaj të ecet drejt paqes së qëndrueshme. Kishte një mirëkuptim përbashkët për këtë, u tha gazetarëve Erdogan, i cili u takua me Trumpin në shtëpinë e Bart të Enten në fluturimin e tij të kthimit nga SBA-ja. Erdogan theksoi se zgjidhja me dy shtete mbetet formula për paqe të qëndrueshme në lindjen e mesme, duke paralajmëruar se situata aktuale është e paqëndrueshme. Trump është gjithashtu i vetëdijshëm se gjërat nuk mund të vazhdojnë kështu, tha Erdogan. Ne diskutuam për katastrofën humanitare në Gaza dhe situatën në Siri, unë mbështes vizionin e presidentit Trump për paqen globale. Arritëm një konsensus mbi nevojën për të ndaluar gjakderdhjen, tha presidenti turk. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka deklaruar se nuk do ta lejojë Izraelin të aneksojë bregun perëndimor të pushtuar. Nuk do ta lejojë Izraelin të aneksojë bregun perëndimor. Jo, nuk do ta lejojë, nuk do të ndodhë, u tha Trump gazetarëve në zyrën ovale kur nënshkroi një urdhër ekzekutiv. Po e mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje.